A duhet të krishterët të grinden? Kjo është pyetja që unë du me trajtu sot shpejt. Te Fjalët e Urta, kapitulli 20, vargu 3 thot, është një lavdi për njeriun t'i shmanget grindjeve, por çdo budalla përzihet në ta. Njeriu i mençur i shmanget grindjeve. Kur ta maj gojen e mbyllur, do të thot ai nuk lejon që nga goja e tij të dalin fjalë që acarojnë situatën dhe sjellin grindje. Pra Bibla e thot qartë që besimtari duhet i shmanget grindjeve. Bile Jezusi vetë, te Mateu 5, vargu 9, thot, lum ata që janë paqebërës, sepse ata do quhen bijtë e Perëndisë. Jo ata që grinden, ata janë grindaveca. Madje edhe Pali e këshillon Timoteun dhe i thot, largohu grindjeve. Besimtari nuk duhet hyjë në grindje. A duhet thot besimtari të vërtetën? Po atjetër që ai duhet ta thot vërtetën, ai duhet ta thot vërtetën me dashuri, duhet ta thot vërtetën me forcë, me bindje, por kur shikon se situata degradon në grindje, ai duhet ketë forcën që të tërhiqet dhe të mos grindet, sepse grindjet nuk shkaktojnë asgjë të mirë. Madje Bibla thot, është budalla ai që përzihet. Edhe fjala në tekstin origjinal është eviul, që do të thot pervers, do të thot një njeri i pa mend, i cili shkakton vetëm të këqija. Dhe grindjet zakonisht shkaktohen nga njerëzit që doin me tregu, sepse janë më të mençur se pala tjetër dhe doin me pas avantazh dhe privilegj mbi palën tjetër. Por besimtari nuk kërkon asnjëherë avantazhet e veta. Nuk kërkon me lartësu veten, por ai kërkon me lartësu Perëndin në gjithçka. Zoti ju bekoft.